ku më gjetë mu, që sherte onë, pse bashkë e onë, që shkallove, thash mirë, kancer më dollë, dhe ka marrë ti për shukuse. A dhe më falë, a je normal, a je e vedishme, a di qa po thu? Kur e zbulove faktikisht që po përballësh me sëmundjen e kancerit të gjirit? Ka qenë viti 2016, muaj korek, kur unë e zbulova, dhe më thonë ka qenë në stadat para, mirë po simptomat të më hershme nuk kam pas ashtu si që po isha në përtitu i vazhdimisht, thjesht ka qenë një gjandër, faktikisht 2 gjandra kanë qenë, edhe kom prit, jo më konsultu me një mike timen që ka qenë ginekologe, mundet me qenë ndryshim hormonal si kur të çdo femër edhe si që citoj edhe mjeku dhe të meshkuj që mundet me ndodh, mirë po pas një periudhe të shkurt dhe det pas përfundimit të ciklit të cilat vajzat i kanë, nëse nuk është diçka më serioze, dhe më thonë ato gjandrat vetëm se hiqen, unë e prita për fatkesisht nuk më hoqen, ma ndej më është dash më shku, thjesht kam shku me bo vetëm një ultrazo të regull, për shkak që në 2016 nëse kthehim mbrapa, në atë ko nuk është që ti ke pas shumë informacione, nuk është që ka qenë atë shumë si kjo temë, si kur që është tash, ose s'ka pas besa dhe shumë pacient, sidomos të moshës re në atë ko, ka qenë diçka që nuk di që shme thonë të është njëre realisht nuk e diso është e fort deri sa të përballet me situatën që i vjen në ato momente. Ka qenë shumë e papritur edhe prej meje, ka qenë e papritur edhe prej gjithë rrethit që është e pamundur pas një simptom, pa ndryshime, as në ngjyrë, as në imunitet, as në kur gjë, direkt me thonë mjeku, për shembull me ehon e parë që ta ka bo mbjekeq, po unë po shoh që është një lloj kancerit e tingji, ka qenë jashtëzakonisht shokuse. Se e përballove faktikisht, se po përmend patjetër që është një lajm ndoshta jo i lehtë për ta marrë në momentet e para kur faktikisht e kupton këtë sëmundje, si ndikoi tek ti? Realisht asnjë ndryshim në aspektin negativ. Ka qenë pak a shumë e përzime me humor për shkak që ku më gjetë mu, që sherte onë, pse bashkë onë, për shkak që duhem pirja, ushtrimet fizike, gjumi rregullt e krejt këto janë kongjana që unë i kom bo, i kom praktiku çdo ditë dhe prap se prap erdh. Unë i kom vazhdu qa ditë punën, se ka qenë një 2 orë jom vënu në punë, veç i kom thonë që kom e shku deri në një kontroll, jom kthy, kemi pas një takim shumë të rëndësishëm, e kemi përfundu takimin, masi ka përfundu takimi, i ra paka shumë kolegut me më thirr një 2-3 herë derisa unë isha aty i bu kontrollat, se momentin që është bo eho edhe u konstatu që është vetëm se u duv kemi a bo dhe analizën nëse është femror ose mashkullor, ma ndej me urgjencë është dash me i bo dhe kontrollat abdominale dhe me këshyr nëse është një metastaz të one ose jo. Dhe po më kërkon kolegu falje që më ka bukat shumë presion, po është dash puna e takimit që e kemi pas, edhe pyetja parë konë që shkallove të mjeku, unë isha të diskutu vetëm me mikën time, ma ndej aty ju tregoj familjes, apo mos ju tregoj se realisht nuk i ka ti të kërkosh, as që kam një shqetësim, as që jam të shku, do me thonë të mjeku përveç shoqes time, edhe po më kërkon falje faktikisht pse më thire, edhe ma një që shkallove, thash mirë, kancer më dollë, dhe ka marrë ti për shukuse, a dhe më falë, a je normal, a je e vedishme, a di qa po thu, thash, po mirë, ja, veç sa që më të menua me tregu, a mos me tregu në shpe, ta jo, tha duhet me tregu pa tjetër, ande i ka informu dhe pjesën tjetër të kolegve, se e kom pas edhe familjarët e mi që kam punu aty. Ka marri ka tregu dhe menaxherët e i thot që nashta nuk është në rregull ose është ka bën diçka, po s'po m'duket mu normal, me marrë punë dhe me thonë që kur gjo më dojlë kancer. Ande ka fillu telefonatat e kolegve, unë e kisha dirtin që shmja bo orarit punës, se nuk e kisha idin që ka me ndodhë me mu, që ka është tash, që shko me bo. Në dhe thonë shqecimin kryesor në atë moment e ke Orari punës. Punën, jo faktikisht lajmin që e ke marrë nuk është që të ndikare. Jo, hajgare, dyqysh, se së mbesoj shi njerës, dhe tani nësi disha a disë që ka është të ndodhë. E kemi pas një termin 12-13 me dalë me pi kafe me shoqe me kolege, jemi taku, edhe bashkë ajo që ju më konsultu me ta, që shkallove të doktori, mirë i mirë është, tash po shumë. Ta qka të tha, tash kur gjë kancer, ja ka njësë me kesh, kejt, adin, a je normal, adin në rajna i sen tjetër, zakonisht është të më ka thonë, në rajna i sen tjetër, amo jo që shto, tash nuk i disha dhe qka është të ndodhë, thesha nësë më ka rajt pikur, dhe unë po ju raja, amo realisht është që kjo. Ma ndej, është ardhë dhe familjari kolegë, po më thëtë shkon shpe, atë duhet me shku në shpe. Do më thonë prej momentit të parë, kur
more vesh, e ke marrë shumë Sikur tash që shpoj bisedojmë për shkak që nuk e kom ditë që kam gjenë, ajo rruga që ka me qene gjatë, se kom di që kena me vazhdu me kimioterapit, kemi me bo një operacion të më njëhershëm, që mund duhet me zgjedhjeve me rujt një pjesë të gjirët ose me heq krejt, ato gjona komplet jënë konë të pa njohura për mu.